Edhe sot ja ku jemi me horoskopin nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e mërkur 14 maj 2025. Dashi. Sot nuk keni dëshirë të madhe për t'u zënë dhe nuk e përjashtoj mundësinë që të keni nevojë të rishikoni marrëveshje apo projekte pune. Takimet e dashurisë mund të përmbysin bindjet tuaja për këtë temë, thjesht kushtojini vëmendje çështjeve ekonomike. Demi. Nëse keni idenë e hapjes së një biznesi, duhet të bëni matematik, mos duhet të shisni diçka dhe pastaj duhet të jeni të kujdesshëm. Ju jeni pak dyshues, nervoz. Mos dilni kundër binjakëve, mos marrëveshjeve verbale. Binjakët. Ditë e vlefshme, do të merrni një ftesë të këndshme. Ka nga ata që legalizojnë një sindikat. Gaforja. Tani I tregoni më shumë vëmendje punës tuaj dhe ka mundësi të merrni lajme të mira brenda pak ditësh. Disa kanë pasur një moment shqetësimi, por buzëqeshja mund të kthehet. Luani. Mundohuni të bëni atë që mundeni për t'u afruar me personin që ju pëlqen. Disa dhimbje dhe dhimbje për trupin tuaj, por do të keni një fillim të shkëlqyeshëm, mos u shqetësoni. Virgjeresha. Pavarësisht nëse doni të rikuperoni një marrëdhënie ose t'i kushtoheni diçka e të re, duhet të mbani një qëndrim të qetë dhe rrini të qetë. Për disa kohë ju keni qenë në polemik me shumë, veçanërisht me ata që nuk I pranojnë ndryshimet tuaja. Mundësia e punës ose kontakteve në qytete të tjera. Peshorja. Ndiheni mjaft të lodhur dhe nervoz. Do ta keni kuptuar që edhe në vendin e punës duhet pak maturi. Akrepi. Sot është një ditë e vlefshme për çdo që ka një veprimtar të pavarur. Takime ose sqarime të reja të preferuara që duhen bërë. Shigjetari. Nëse keni një biznes të pavarur dhe jeni gati të ndryshoni, ndoshta është koha të kërkoni mbrojtjen e një personi që ju do përkëshilla dhe sugjerime të mençura. Britsjapi. Kjo është një kohë e rëndësishme për të folur për dashurinë, për të menaxhuar jetën tuaj të punës. Besoj se ka arsye pse dikush do të ndryshojë jetën e tij. Ujori. Ditë ideale për të sqaruar, për të shpjeguar situata të caktuara me njerëzit me të cilët jeni të lidhur ngushtë. Mos e anashkaloni mundësinë e një ndryshimi në punë, ato mund t'ju ofrojnë diçka më të qetë. Peshqit. Ju jeni plot inat me mënyrën se si disa njerëz kanë vepruar, ajo do të kalojë. Ekziston edhe një rrugë e re e pune që për shumë mund të imponohet me fakte ose të arrihet fal një zgjedhje shumë të rëndësishme. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.